A këta në politike për zotë nuk kam qenë ushtarak dhe se kam shumë dëshirë. Po ka bërë ligja, po s'ka bërë, unë i njofë dhe pas njofë edhe tjatët një ka pas njofëtur. Nga i gëzonte popularitet shumë. Ballukut? Gjyshi. Kështu që me vjen keq, është vajzë e re, por nuk ka gjithë shka. Futet në burg thua Balluku? Ka bërë detyrimisht. Shëqyrë Zotit, që unë s'ka pas punë me drejtsin, se të hash dynjon, shqipe, sa njerëzit nuk punojnë fare, absolutit, shumë përgjegjshmëri e madhe. Njerëzit kanë plot halle. Se merë parlamentin analisht ligj 7500 kilo, a janë vrarë do rritën prapë. Unë jam këtu Tiranës. E di problemin gjithë. Unë falenderoj gjithë. Çfarë ka thënë Enver Hoxha për Beqir Ballukun? Tash unë nuk e di atë se çka ka thënë Beqir. Unë e di se çka ka thënë, po nuk më intereson fare e punë. Se unë kam qenë me detyrë një detyrë super speciale. Ka thonë, unë s'kam qenë edhe bërë brez politike, që ka thonë të shqip, në televizor thonë gjithë shka. Por se që ato e din. Kështu që, me vjen keq, për popullin me vjen keq shumë. Si pa punësia më dhe brezëri nuk e ka punën. Neve në kanë ra reshtet. Unë kam punuar 30 vjetë në ushtri. Kam qenë ushtar në kufi, që ti se di fare, ky zotnia mund të ketë pas rast, mund të ketë njojtur që shkloni, që edhe gjarpri duhet merr të leje të hynë të këto shqiptare. Dësha tash janë hapur portë të gjitha në ikë. Hynë derë, hynë dosë, hynë droga me kuaj, me kamare, me mushka, me drejtë, me gjithë gjë. Me vjen keq për i nin.